Rusia shpalli gjendjen e jashtëzakonshme rajonale në Krime më 4 janar, ndërsa punëtorët dhe vullnetarët pastruan tonelata rër të kontaminuar në të dy anët e ngushticës Kerç, pas një derdhjeje nafte në detin e Zi në dhjetor 2024. Я думаю, это колоссальная проблема сейчас на данный момент всей России. Mendoj se është një problem kolosal në këtë moment, jo vetëm për Krimen, por për të gjithë Rusin. E gjithë Rusia duhet ta ndihmojë Kerçin, Jaltën, Anapën. Anapë. Mbi 100 vullnetarë u mblodhën në një plazh në rajonin e Krimes Sevastopol më 7 janar për të hequr mbetjet e naftës pas një derdhjeje nafte në detin e Zi në dhjetor 2024. Presidenti rus Vladimir Putin tha më 9 janar se duhej bërë më shumë për të pastruar një derdhje nafte në detin e Zi, duke thënë se përpjekjet e deritanishme dukej të ishin të pamjaftueshme për të marrë me katastrofën ekologjike. Sigurisht ne nuk mund të anashkalojmë sot një çështje shumë të ngutshme dhe urgjente që lidhet me mjedisin. Këtu nënkuptoj trajtimin e pasojeve të rrëzimit të 2 cisternave të naftës në detin e Zi dhe derdhjes së produkteve të naftës. Një anije me flamur të Çiprës u përplas me një skel në Marina di Masa, duke shkaktuar shembjen e saj pjesërisht, tha roja bregdetare italiane më 29 janar 2025. Me zyrtarëve rajonal, ka patur shqetësime për dëmet e pësuara nga skela Ikon, e cila është një pikë referimi e rëndësishme në qytetin bregdetar Masa. Guvernatori i Toskanës Eugenio Gianni tha se vlerësimet strukturore do të kryen përpara se të fillojë rindërtimi. Të paktën 60 persona humbën jetën dhe të tjerë u plagosën në Nigerin Veriore më 18 janar, kur një kamion cistern me benzinë u përmbys, duke derdhur karburant, tha Korpusi Federal i Sigurisë Rrugore. Një lum në Buenos Aires, Argentinë, mori ngjyrë të kuqe të theksuar më 6 shkurt 2025, duke alarmuar banorët të cilët dyshonin se derdhjet toksike ishin shkaktare, sipas raporteve lokale. Autoritetet mblodhën mostra uji nga lumi, i cili derdhet në Rio de la Plata, për të përcaktuar shkakun e ndotjes. Një urdhër ekzekutiv për të rikthyer pipzat plastike ishte pjesë e një dobësimi më të gjerë të angazhimeve mjedisore nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili në një nga lëvizjet e para të mandatit të tij të dytë, hoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën për herë të dytë. Urdhri i pengon përpjekjet e pastrimit në Indonezi, ku të paktën 3.2 milion ton mbetje plastike të pamenaxhuara prodhohen çdo vit në vendin e Azisë Juglindore, sipas vlerësimeve të programit të mjedisit të Kombeve të Bashkuara. Pamjet e regjistruara më 10 mars treguan zjarr dhe tym që dilte nga një përplasje mes një cisterne nafte dhe një anijeje mallrash në brigjet verilindore të Anglisë. Cisterna në fjalë, e cila po transportonte karburant avioni për ushtrinë amerikane, ishte ankoruar kur u godit, duke shkaktuar zjarre dhe shpërthime të mëdha, duke lëshuar karburant në det dhe duke paraqitur potencialisht një rrezik për jetën e egër. Banorët e qytetit ekuadorian Viche thanë më 15 mars 2025 se ishin të shqetësuar se një derdhje naftës në lum do të ndikonte në shëndetin e tyre, tek të korrat dhe kafshët. Derdhja e shkaktuar nga një tubacion i dëmtuar në sistemin ekuadorian të naftësjellësit ndoti rënd lumin Viche në provincën veriperëndimore të Esmeraldas. Claro que es peligroso incluso para los que tenemos lo que es decir. Sigurisht që është e rrezikshme edhe për ne që kemi bagëti, që ndonjëherë pin ujë nga lumi, madje edhe për vetë peshqit. Është e rrezikshme për qenjet e gjalla, të cilat mendoj se do të ngordhin. Que creo yo que se han de morir.